Presidenti rus Vladimir Putin kërkoi që Ukraina të vendoset në një formë të një administrate të përkohshme ndërkombëtare me qëllim që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve në Ukrainë dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të rëndësishme. Qëllimi i afatgjatë i një administrate të tillë do të ishte arritja e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës, deklaroi Putin gjatë një vizite që i bëri flotës veriore në Murmansk më 28 mars, sipas agjencive ruse të lajmeve. Kjo është vetëm një nga opsionet, nuk po them se nuk ka të tjera, theksoi Putin. Putin tha se kjo ide mund të zbatohet në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me shtetet europiane dhe me partnerët dhe miqtë e Rusisë. Qëllimi do të ishte që të mbaheshin zgjedhjet demokratike dhe të vinte në pushtet një qeveri që gëzon besimin e njerëzve dhe më pas të nisin bisedimet për një traktat të paqes, tha Putin. Për një kohë të gjatë, shefi i Kremlinit është shprehur se autoritetet e Ukrainës nuk janë partner legjitim për negociata, sepse presidenti i Ukrainës Zelenski ka vazhduar të qëndrojë në pushtet edhe pas përfundimit të mandatit të tij 5 vjeçar. Zgjedhjet në Ukrainë duhet të mbaheshin në maj të vitit 2024, por sipas ligjit në Ukrainë Zelenski vazhdon të jetë president derisa të mbahen zgjedhjet e reja, por votimet nuk mund të mbahen derisa të jetë në fuqi gjendja e luftës, që në Ukrainë është në fuqi që kur Rusia nisi pushtimin e vendit në shkurt të vitit 2022. Putin përsëriti qëndrimin e tij se udhëheqja aktuale e Ukrainës është jo legjitime dhe për këtë arsye heziton që të nënshkruajë ndonjë dokument me të. Putin tha se beson se presidenti amerikan Donald Trump dëshiron që të jap fund konfliktit dhe kërkesa e Trump për bisedime direkte mes negociatorëve amerikan dhe rus tregon se Trump dëshiron paqe.